Që kjo është e fundit që kena me diskutu, për postimeve, ama e freskët si rast. Dhe me thonë s'ka asë një javë, për kjo të ka motivu me postu, të ka inspiru kjo ngjarja e Fatmir Shehollit ati, spionit Kosovës për Serbinë, që e Burgos arrestuan. Ki shkujt kështu, gjithmonë kam rezervë ndaj atyre që janë shumë patriot ose shumë fetar. Rasti me këtë spionin sot mi konfirmoj bindjet. Kur shoh tipat e tillë, gjithë më kujtohet thënia e Shakespeare-it, diçka është kalbër në shtetin e Danimarkës. Që Shakespeare u tot me fol për mbretin e vet. U tot me fol për mbretin e vet edhe e ka përmend Danimarkën, në fakt për mbretin e vet e ka pas. Ama diçka është e kalbër këtu atë. Edhe seriozisht shumë kam rezerva për shumë patriotizëm edhe shumë fetari. Edhe për shumë fetarise. Edhe me fe najna mesatar, edhe fen do të me shpreh mesatarisht po. Po edhe patriotizmi mesatarisht. E qëre ky me Shqiponja, me UÇK-ja, me televizion, me sanë dul shpioni servis atë. Edhe kom shumë rezerva për tipat. Se di pse, më duket diçka nuk ka mirë edhe çka s'është në rregull. Diçka nuk ka në rregull dhe ky ka nevojë me nxjerr shumë sipërfaqe atë. Masi banar la urlla ka diçka këtu. Po ka diçka, më dai. Shumë simptomatike kjo. Po. Edhe çaj tipi i dulemri. Unë mendoj që edhe kjo puna, edhe kum shkruajt edhe me gjet ato komentet edhe statuset, unë kum shkruaj shembull edhe për çet grupin e Deçanit. Unë shumë dyshoj që edhe këta janë shpionat servis. Ndoshta këta antartë direkt jo, ose ndoshta me pavedi e punojnë. Ama dikush mrena, po. Sepse me lidh fen me kamp është ignorancë, goxha ignorancë e madhe. Bëten. Edhe shumë interesant ditë i komentova njëri thash, jam tha katolik, jam kthy në shqiptari. Edhe po e komentoj thash unë, nëse flasim për shqiptari, atëherë i bie që feja e shqiptarëve, feja islame. Pse? Pse kur janë kriju kombët, shqiptarët mas të madhe në kanë musliman. Po. Kombët si shqiptarë po foli. Po. Para se mu kriju kombët, para se me kanë as shqiptar, apo kemi jetu në fise, edhe po, ne nuk e mohojmë se kemi qenë krishter si shqiptar, saqëm para 100 viteve, apo, e dhanë historike, kur kush nuk e manë. Kur se mohon. Po, ma feja është individuale. Që shumë është me dhanë, të unë jam këthy në kamp për diqa që ka lindë atje në Palestinë. Apo, Jesu Krishti, ku ka lindë Jesu Krishti? Betlehem, Palestinë. Betlehem. Në feja, edhe feja e krishterë, edhe feja islame, vjen për në lindje. Nuk kanë kur gjatë përbashkët me identitetin kombëtar. Me identitetin kombëtar, ne e dim që kombët janë kategori shumë e vëshme. Po. A feja, 2000 vjeçare, 1500 vjeçare. E tash këta që bojnë shumë zhurmë, edhe shkaktojnë përçarje, unë që ato i kam dyshimet e mia. Sepse feja është për ullje. Edhe është shumë interesant. Nuk kom lexu pe tyne, dikush me thonë, që kjo është pak simptomatike, me thonë, qëre, unë e kom pranu fen katolike, sepse kum gjetë paqe shpirtërore. E kom lexu ç'kit argument. Jo, paqe shpirtërore, fjalët e Jesu Krishtit kanë diku te unë, mesazhi i Jesu Krishtit kanë diku te unë. Po, edhe kjo është, okay. E ki me bindje, po, te abdorën, e ki me bindje, pse e ke lexu Biblën, paqë, mëshirë, Jesu Krishti, edhe mbulë diça. Edhe aty jemi okay. Apo, se na shqiptar, ka musliman, katolik edhe ortodoks. S'është problem. Edhe na si musliman bile kemi obligim mi respektu bindjet fetare tjetër, po, okay. Ama me vesh këto me petkun e kombëtarisë, edhe me ngjall debate se ju jeni tradhtar, ju jeni aziatik, ju nuk jeni shqiptar, do të thonë, këtu është ajo që mu më së shumë ti mbon me dyshu se këta të pagum për qarqeve anti-shqiptare. Me shkaktu përqamje brenda
populli shqiptar, i cili përkundër që ka trife, asnjëherë s'ka luftu me vetë. Po valla. Kur s'ka pas Kur s'ka probleme. pas konflikt, kur këna jetu në harmonive, Po valla, po. edhe që ndodhët është, dikush mundohet qëtu me fut një shkëndije cila ka me bë zjarë. Duhet mi hetu. Prokuroria mësi. Pa dyshim.